Gjergj, të përshëndes, është një aksion që pritet të vijë përgjatë gjithë sezonit veror. Çfarë janë konstatuar, cilat janë subjektet që janë konstatuar ditën e sotme? Në fakt bëhet fjalë për subjekte private që për te lesë dhënë për shfrytëzimin e hapësirave publike kanë zaptuar pjesë që administrohen nga Bashkia e Lezhës dhe janë tërësisht publike dhe pa pagesë për të gjithë pushuesit. Ditën e sotme, duke qenë se edhe është afati i fundit i lidhjes së të gjitha kontratave, ishin evidentuar pikërisht këto hapësira publike të zaptuara, për të cilat të paktën 5 subjekte, po flasim vetëm për momentin, është marrë mas për sekuestrimin e të gjitha shasdonave dhe lirimin e këtyre hapësirave publike të zëna nga privatet, por që në faktu dedikohet pushuesve që zgjedhin të vendosin çadrat e tyre, pra janë plazhe pa pagesë. Bëhet fjalë për të gjithë vijën bregtare të Shëngjinit nga qendra Shëngjinit deri në Kune, por do të zërohet në ditën vazhdim edhe tek Rana Hedhun dhe në Tale, sigurisht duke qenë se pjesa më e madhe e sipërfaqeve të plazhit, rreth 80%, administrohet nga bashkia dhe nga ky 80%, rreth 60% e saj është e lirë dhe pa pagesë. Kjo ka bërë që edhe monitorimi të jetë më i madh, duke qenë se bëhet fjalë për një hapësirë të madhe publike pa pagesë për pushuesit, ka bërë që edhe monitorimi të jetë më i fortë, pasi ka gjithmonë tendencë të subjekteve private për t'i zaptuar apo shtuar këto hapësira publike, të cilat, për të shtuar hapësirat që vendosin çadrat e tyre me pagesë, por që sigurisht nuk do të lejohet, të paktën sipas asaj çfarë kanë deklaruar përfaqësuesit e bashkisë, të cilët ditën e sotme në fakt u mbështeten edhe nga forcat e rendit që ishin bashkërisht për të ndërhyrë për të bërë sekuestrimin dhe lirimin e çdo hapësire publike. Drejtori i turizmit në Bashkinë e Lezhës, Renaldo Xhani, ka folur pikërisht për këtë aksion të ditës së sotme, duke deklaruar se bëhet fjalë për një monitorim të vazhdueshëm në mënyrë që zonat publike, të cilat janë për pushuesit pa pagesë, do të qëndrojnë të tilla dhe nuk do të lejohet në mënyrë absolute që sektori privat të shfrytëzojë ata kundrejt pagesave, dhe se e gjithë vija bregtare do të ketë monitorim të vazhdueshëm, jo vetëm nga turizmi, por edhe nga struktura ngritur pikërisht për menaxhimin e zonave të plazhit në Bashkinë e Lezhës, por edhe njësitë administrative dhe të gjithë strukturat që janë të angazhuara. Ka patur një monitorim edhe nga ajri të gjithë hapësirës, duke koordinuar edhe me letë dhëna nga autoriteti që ka për detyrë kryer Agjencia Kombëtare e Bregdetit, dhe duke bërë koordinimin e të gjitha këtyre veprimeve dhe verifikimin në terren, do të krijohen të gjitha ndërhyrjet, por sigurisht fillimisht me sekuestrimin e tyre, por nëse do të ketë tendencë për të rivend prapa, atëherë do të kalohet edhe tek masat administrative dhe procedimi penal në polici për të gjithë abuzuesit me hapësirat publike, kryesisht sektori privat, duke qenë se ata kanë gjithmonë tendencë për të zëruar sipërfaqet e tyre. Ftoj të ndjekim edhe drejtorin e turizmit me deklaratën e dhënë pikërisht për këtë aksion të ndërmarrë ditën e sotme. Duke qenë se sot me datë 30 përfundon edhe afati i kontratave që miratohen nga AKB-ja, janë kryer gjitha plan vendosje dhe bashkia tani ka dalë për të verifikuar gjitha hapësirat publike legjitime edhe kontratat e subjekteve që kanë stacione plazhi. Ne kemi filluar me aksion në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit, duke shikuar çdo lloj hapësire publike në mënyrë korrekte të kthehet pushuesve që duan të bëjnë turizëm, pushime në Shëngjin. Të realizojnë qëllimin e tyre në hapësirat publike, ndoshta ato nuk dojnë edhe në shërbimin e tyre ta kryejnë në plazhet që janë me pagesë, me çmime tarifuar për bashkisë, por dojnë edhe në hapësira që janë krejtësisht publike. Ne, garancia jonë është t'i kthejmë qytetarëve gjitha hapësirat publike që ne i kemi miratuar në Këshill Bashkiak dhe të garantojmë një sezon turistik sa më cilësor për to. Sot, bashkë me policinë e shtetit, u liruan disa hapësira dhe po vazhdojnë puna për lirimin e hapësirave të tjera dhe të realizojmë një sezon sa më të mirë dhe sa më të suksesshëm.
Mirë, Gjergj, kemi ndjekur kështu së bashku edhe deklaratën për mediat nga ana e drejtorit të turizmit në Lezhë. Faleminderit dhe për raportimin e drejt për drejt për këtë çështje.